Planifikojmë që 2.2 miliard të jenë për mbrojtje për një mandat. Duke para pa 4% rritje të GDP-s, në spari do të dihet se nga 2014 ne kem punu në strategjinë e sektorit të sigurisë duke qenë qoftë në parlament, qoftë duke pas edhe qeverin, dhe në këtë drejtim janë përmbush kushtet që të krijohet edhe ushtria e Kosovës kur është votuar në parlamentin e Kosovës. Një element që duhet ta përmendi këtu, duhet të dihet se kur është fjala për sigurinë e shtetit Kosovës, nuk jemi vetëm ne ata që jemi garantues kësaj sigurie, por janë edhe aleatët tanë me të cilët ne kemi bashkëpunu shumë ngusht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Shtetet e Bashkimit Evropian, e që kur ka ardhur në shprehje ofrimi i mundësisë përmes ligjeve, 3 ligjeve të cilat janë bazë për krijimin e Forcës Sigurisë së Kosovës në ushtri, dihet që sekretari i mbrojtjes, generali Matis, ka garantuar dhe ka bë përkrahjen në formimin e kësaj ushtrie. Megjithatë, në strategjinë e sektorit sigurisë që e kemi përpiluar, kanë vazhduar trendet e zhvillimit, qoftë me pajisje, qoftë me rekrutim, qoftë me marrëdhënie me KFOR-in, me NATO-n dhe pikërisht arritja e kësaj mundësie që Kosova të avancojë me ushtrit e rajonit edhe më tutje, të jetë një nga ushtrit më të mira. Unë veç për i përmendi telegrafisht cilat janë obligimet tona që i kemi marrë parasysh duke pas edhe buxhetin me ekspertët edhe ushtarak edhe të financave. Planifikojmë që 2.2 miliard të jenë për mbrojtje për një mandat. Dhe gjatë mandatit 2026-2029, që parashihet do më thonë 4 vjeçari, për mbrojtje janë të parapara në çdo vit. Do më thënë dhënat, për vitin 2026 është 500 milion, në vitin 2027 540, në vitin 2028 580 dhe në vitin 2029 620 milion euro, dhe këto duke para pa 4% rritje të GDP-s në mënyrë që ushtria jonë të jetë krahas ushtrive tjera.